ne kemi shpallur një protestë e cila do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skënderbeu në Tiranë. Se vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që të konfirmuam. Besoj se jeni edhe të informuar, ne kemi shpallur një protestë e cila do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skënderbeu në Tiranë, ku ne kemi gjetur mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Shqipërisë, nga institucionet e shtetit shqiptar, por vetëm nga qeveria. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër gjykatës, jo kundër drejtësisë, po kundër padrejtësisë e cila po ndodh në Hagë tash e 5 vite që jeni të informuar dhe keni përcjell, ju gjithmonë keni përcjell mbarvajtjen e asaj gjykate siç ka ndodhur atje. Ne besimin e përfundim të organizimit, protesta nga kameta e dytit, do të thotë që ki mund punojmë të premten veç do të mbahet protesta. Çdo sa nga shkuar në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne. Ne thashë më herët kemi gjetur mbështetje edhe nga qyteti i Tiranës vet, nga kryetari i bashkisë, që është ushtrues e tyre, nga grupet parlamentare të partive ndryshme në Shqipëri dhe nga vetë qeveria e shtetit shqiptar. Unë edhe djesha në një takim në kabinetin e tyre, ku ata dolën mbrëmje e Rama, besoj e keni përcjellë ju në rrjetet sociale, që mbështeti protestën gjithë popullore apo gjithë kombëtare e cila do të mbahet në Tiranë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tajlan Balla, i cili ai mbështeti partinë, ka ndalë shumë shoqata jo qeveritare, mbi 15 shoqata apo organizata ndryshme në Shqipëri kanë ndalë mbështetjet tonë, ka ndalë 5 rektor të universitetit të ndryshme në Shqipëri kanë ndalë mbështetjet tonë, ku ne nesër do të kemi edhe një takim apo një konferencë për shtyp në ora 17 në Hotel Tirana, në Tiranë bashkë me ata njerëz të cilët na kanë mbështetur, na kanë bërë Kosovë ka ndalë mbështetje partia politike, shumica partive, PDK, AK dhe kryetari i Prishtinës Rama dhe shumë delegat të kuvendit tonë që kena na kanë ndalë mbështetje. Një shumicë jo krejt, do të jemi kështu shumë i sinqert me juve, kanë ndalë një pjesë e tyre na kanë mbështetur, që unë i falenderoj gjithë ata që na kanë mbështetur, po ata pse sa kanë mbështetur, ndoshta deri nesër do ta mbështesim, po ne kemi mbështetje të madhe nga qytetarët, kjo është me rëndësi, sidomos nga qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zillë, Prishtinë, Medveçë dhe Bujanovc. Na kanë dhënë mbështetje edhe tifozët kuqezi në Shqipëri, na kanë dhënë mbështetje sot kanë dalë ata mbështetjet tonë për kohët e protestës, kështu që ne jemi do të thotë në vijë shumë të mirë, një drejtim shumë të mirë të organizimit të kësaj proteste. Mendoj se numri i qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që të konfirmuam nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve, që ne jemi të organizuar, të falenderoj kryetarët komunave, shumicës që ne kanë mundsuar transportin, se mos jesh bosh atyne, se ne s'kim pas mjetet tona, po duke falenderuar kryetarët e komunave që na kanë siguruar transportin për veteran, fëmijë dëshmorëve edhe sidomos për invalidët që do të udhtojmë autobusa ditën e premte. Besoj në ora 19 do të fillojmë nisja atyne nga qytetet e ndryshme nga Kosova.